Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në Albania TV. Sot të ftuar kam Asit Kokën. Asit, përshëndes dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Çfarë bëhet Asit? Përpiqemi luftojmë emigracion, të mbajmë dinjitetin lartë kombëtar, mbajmë familjet, kontribuojmë sa mundemi për të mirën e vendit dhe për mirën e familjeve tona. Ju punoni akoma? Vazhdoj punojmë, jo se jam i imponuar, por nuk ka rrugë tjetër. Në qoftë se nuk punon do të ikësh. Forma organizimit e migracionit, të paktën sipas legjislacionit grek, në periudhën e tanishme, është e atill që nuk lë hapësirë tjetër. Nuk mund të jetosh i qetë normalisht, edhe në moshën tonë, pranë familjes, me fëmijët, apo dhe vetëm sepse nuk na favorizon legjislacioni. Ju pyeta sepse para 2 ditësh Shqipëria bëri një marrëveshje edhe me Poloninë. Pra është vendi 21 që Shqipëria bërë marrëveshje për pensionet e pjesme, për të cilën marrëveshja ka filluar në Greqi që në 2022-shin, 2023-shin dhe 4 vjet që është ndaluar. Si shikoni këtë marrëveshje në Poloninë? Për mua është një lajm i gëzueshëm, jo vetëm për ata 3000 shqiptarë që kanë punuar në Poloni, në një vend mik si Polonia, po dhe kudo ku ka shqiptar, çdo lajm i tillë na gëzon sepse në fundit, më në fund arrin që të kthehen kontributet e derdhura në formë pagese për siguracionet personale, të rikthehen qoftë edhe pjesërisht, është lajm shumë i mirë, që do ta dëshironim shumë, edhe në Greqi të ndodhte kjo gjë. Fatkeqësisht nga vendet që e pristin të parë, Greqia as e ka ndërmend ta bëjë gjë të tillë. Pra u fillua me vrullë në 2023-shin, u bën takime të ndërmjet institucioneve përkatëse, bënë vajtje ardhje, Shqipëri, Greqi, Shqipëri, dhe nga 2023 deri më sot, çdo gjë është ndarë. Edhe herë tjetër kemi folur për këtë temë në studion tuaj, e kemi trajtuar këtë problem, dhe pritshmëritë kanë qenë të dyshimta nga emigrantët. Unë nuk kam pritur dhe nuk pres akoma nga shteti grek që të bëhet ky, sepse në gjithë politika greke në raport me fqinjet dhe veçanërisht me migracionin shqiptar është ndërtuar në një mënyrë të tillë që nuk favorizon plotësimin e interesave të emigrantëve shqiptar. Arsye është fare thjesht. Greqia për pozicionin gjeostrategjik që ka në Ballkan kërkon leadership për realizimin e planeve të veta ndaj vendeve të vogla siç janë vendet e Ballkanit Perëndimor, fut Shqipërinë, Maqedoninë, Veriut, Kosovën, Maqedoninë e tjerë, është e tillë që e kërkon dominim. Dhe mbi të gjitha, ajo ka vënë në platformë zgjidhjen e problemeve inekzistente ose qëllimeve që kanë ndaj vendeve të tjera si Shqipëria. Në këtë kuptim, unë shikoj që Greqia kërkon të imponojë Shqipërisë gjithçka që ajo dëshiron. Dhe çështjen kompensimit apo të dhënies pensioneve të pjesshme me migracionin shqiptar, ajo kushtëzon me ato ëndra dhe vjetra që kanë filluar që nga kohë Megalides e gjerë sot që planet greke aneksioniste dhe Shqipërisë nuk kanë vdekur. Përkundrazi në forma ndryshme, në kohë ato reaktivizohen, siç është edhe kohët e fundit me ngjarjet në Zvërnecën në Nart, ku Greqia kërkon akoma të shtrijë dorën e vet dhe qëllimet e veta. Në këtë kuadër është folur shumë herë, është pritur shumë herë dhe emigrantët janë të gjithë të zhgënjur, për arsye sepse mungon vullneti i qeverisë greke. Ky vullnet, përveç shkaqeve të tjera që mendoj unë se janë gjeopolitika, qëllimet aneksioniste, planet të tjera që ata kanë për të përfituar gjërë në pranimin e Shqipërisë në Evropë, është e fatura që ekziston, një faturë thonë e madhe. Por kjo kohë nuk ndihmon emigracionin, ndihmon më shumë llogaritë e siguracioneve greke për të ulur, sepse moshat e treta vijnë drejt faksimit, drejt ikjes nga jetja, drejt zhdukjes që kthehet dhe kjo faturë sa vjen pritet të zboglohet. Prandaj grekët në të dy këto plane nuk e miratojnë këtë gjë. Mungon hapur vullneti politik i parlamentit grek. Ne shihemi si del e zezë akoma. Jemi peng i planeve të Greqisë për Voljepirin, për çështjen e detit, për varrezat e për plot probleme të tjera. Këta nuk lëshojnë be. Vendi ynë është një impas politik për shkak të edhe të integrimit
në Evropë, për arsye se pret që nëpërmjet integrimit fitojnë të gjitha ato drejta si një ëndër europiane e shqiptarëve, po Greku e përdor në mënyrë të shkëlqyer me nesh. Prandaj lajmi me Poloninë është shumë i bukur. Para 2 vjet që për Italia kanë për shumë vende të tjera fqinje dhe vende me migracion të lartë shqiptar pa asnjë problem. Unë nuk kam shpresë se Greqia do ta bëjë këtë gjë. Shiko, mund bëj një pyetje ndoshta po deshe përgjigj, po deshe mos u përgjigj. Merr pension ti këtu? Unë për vetë time nuk marr. Jo, unë nuk marr asnjë pension këtu. Para 3-4 vjetësh merrja një ndihmë sociale nga programa KEA, i thonë, ose programi Evropian i ndihmës për ata që nuk kanë të ardhurat. Para një viti ky program ishte kushtëzuar në mënyrë të tillë që unë duhet të deklaroja pensionet që marr në Shqipëri me gjithë bashkëshortën time. Unë i bëm llogaritë sepse unë vazhdoj të punoj akoma dhe ai kontribut që unë jepja në ekonominë greke u kthe negativ për mua. Unë jam 77 për 78 vjeç. Atëherë unë i bllokova të gjitha këto dhe pres, ndërroj që mos marrë një nga programi OPK ose OGA plus ndihmë, por është tepër e vështirë. Se vetëm për të marrë një dokument vërtetimi kur kam shkelur në Greqi duhet 3 ose 4 dhe 5 muaj. Kur unë kam raste, siç është një shok ose një miku jon 82 vjeçar, që ka 3 vjet që i ka dorëzuar letrat, po u desh e them dhe emrin, ai quhet Ibrahim Kosova. 3 vjet që i ka dorëzuar dokumentat dhe ai nuk merr përgjigje, i takon ose jo. Bile i thonë, do t'i marrësh një herë është të gjitha. Nuk kam asnjë shpresë. Pra bëhet fjalë për ata emigrantë të cilët kanë plotësuar kushtet, do marr pension kombëtar apo jo? Pension ose të pjesën nga OGA-ja ose nga ndihmat e fondacioneve greke. Pra i ka plotësuar kushtet ai? Po i patjetër, i ka plotësuar se gjithashtu kanë pranuar dokumentat dhe i thonë do t'i marrësh një herë, që vazhdojnë verifikimet dhe i thonë ripërsërit dokumentat her pas here. Çfarë është kjo? Kjo është burokracia e qëllimshme për të bllokuar pagesën. Është e qëllimshme për të bllokuar pagesën. Unë nuk shoh zgjidhje. Bashkë edhe me ligjin e fundit që doli tani, që akoma nuk është bërë i njohur publikisht në organet ligjpatuese të bashkive periferisë Greqisë dhe të zyrat përkatëse me të cilat merren për rinovimin e letrave, shikoj që ligji ka mjaft mangësi. Moshat tona 67 përpjet janë të pa preferuara, të pa favorizuara dhe nuk vetëm sa nuk u thuhet merrni lecka dhe ikni. Ne nuk pranohemi më në Greqi. Ligji favorizon vetëm ata që punojnë, vetëm ata që vinë të rinj si argat. Greqia nuk ka nevojë. Ne shihemi si teprinc kombëtare që ju han buxhetin. Të drejtat tona janë shkelur me këmbë, me të dyja këmbët. Askush nuk ka përfaqësi. Dhe nëse më lejoni, nderuar gazetar, përgjegjësia këtu është dhe vetë emigracionit. Po të doni unë të trajtoj edhe këtë temë. Kur thema e emigracionit është organet përfaqësuese të vetë përfaqësimit emigrantëve në Greqi janë komuniteti i emigrantëve shqiptarë të Greqisë ish federata dhe tani ka dalë edhe një zyrë tjetër që quhet diaspora. Të dyja dublojnë njëra tjetrën, njëra është ligjore, tjetra është jo ligjore, e pa drejt që ka marrë kompetenca që nuk i takon. Dhe është një shpikje, nuk e di e kujt, po besoj është shpikje e qeverisë, si një hallk për të lidhur shtetin shqiptar qeverinë, ambasadën, gjëja me migracion. Aty janë mbledhur shumë shoqata kanë krijuar këtë. Po ato shoqatat nuk kanë nevojë të përfaqësohen në 2 mënyra. Në qoftë se janë mbledhur tek federata, janë mbledhur tek komuniteti i emigrantëve, për çfarë duhet ajo tjetra? Për çfarë duhet ajo organizata tjetër? Çfarë bën diaspora? Vetë fjala diaspor, 2 sporo, 2 far, përmbledh një konotacion shumë të madh historik të emigrantët që janë në Greqi. Ne, mosha jonë s'po ndërpres, mosha jonë futet në diasporë, cili është mendimi juaj? Unë jam një emigrant i përkohshëm. Dhe me që jemi këtu, ne nuk kemi lej qëndrimit për hershme në Greqi. Kot thuhet adhja paramoni. Fjala adhja paramoni do të thotë lej qëndrimi e përhershme, që rinovohet. Ne kemi adhja dhianomi, Që të do të thotë lej e përkohshme qëndrimi. Ne jemi fare përkohshëm dhe si të përkohshëm shikohemi. Kështu shihen drejtat tona.
Prandaj ekzistenca e kësaj zyrës diaspora është një shpikje qeveritare që nuk duhet të ekzistojë. Mënyra se si ati janë zgjedhur dhe kush janë zgjedhur, çfarë detyra bëhet, le për të dëshiruar. Diaspora kanë që shovën botës. Mund të ketë diasporë, por nuk mund t'i delegohet zgjidhjet drejtën të migrantëve asaj zyre. Ajo le të merret me faktorë kulturore, shkencor, historik. Kush do merret me problemet tona? Me problemet tona do merret përfaqësia e migrantëve të cilë është zgjedhur në mënyrë legjitime, siç është komuniteti apo ish federata e shoqatave të migrantëve shqiptarë. Ai është organi vetëm i njohur nga drejtësia greke që na përfaqëson. Ai na përfaqëson dhe nëpërmjet asaj zyre, nëpërmjet atij organizmi, institucioni të themi që është përfaqësues, mund të kalojnë kërkesat tona që të përfaqësohemi në organet e pushtetit lokal dhe qendror grek. Pra, sipas jush, kjo diaspora është e tepërt? Për mua ajo është shumë e tepërt dhe është gjetur një vend personi. Po është organi më i lartë. Dro? Është organi më i lartë. Nuk është organi i lartë, ai nuk përfaqëson asgjë. Se këto duke dubluar njëra tjetrën, duke marrë kompetenca që si bëjnë dot. Nuk i kanë tagë, nuk i kanë as ligjore, nuk kanë as aftësinë, as strukturat, as mjetet i bëjnë, ngatrojnë njëra tjetrën. Përse duhen dy? Emigrantët përfaqësohen me shoqata. Tika e tjetra. Dhe shoqata. Tika e tjetra. A dhe bëjmë tri po tjetë kështu. Tika e tjetra, pse ti? Jo, ai është forumi i parë krijuar historik që ka patur dikur një histori, ka patur edhe lëvizje, ka patur edhe rezultat. Sot janë për dy dhe nuk ka rezultat. Tashti, bëj pyetje unë. Se do dalë sepse të dashur bashkë dhe ta. Njohja e pensioneve është detyrë ligjore, jo detyrë qefi. E kemi shteti grek e ka detyrë të njohë pensionet tona. Ka detyrë më detyrë. Pavarësisht se s'ka vullnet për ta bërë këtë gjë. Pasrit, kush e kontributet tona? Kush i vjet? Nderuar shpëtim. Kush i vjet të kontribute? Kontributet tona hyjnë në Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale të Greqisë. Po? Ato kontabilizohen në shteti grek dhe atje ka një dorë të fortë që kontrollon. Fakti që neve siguracionet shëndetësore shihen me pikatore, na kushtëzojnë gjertarërat e fundit që ndjekim në Shqipëri, që nuk ka asnjë lidhje, nëse unë marr një pension në Shqipëri, ç'lidhje ka Greqia të ma kërkojë këtë? Kush ka firmosur për këtë? Unë ligji ndërkombëtar i punës parashikon që mund të ketë disa pensione të pavarur njëri nga tjetri. Pse të më kushtëzoj mua Greqia të më kërkojë? Do marrin grek nga 3-4 pensione këtu më? Po marrin dhe unë kam 3-4 pensione. Ka 3-4 pensione, neve na llogaritet edhe ajo, që edhe ai është pension minimal tallës, është pension urie. Mos të hyjmë asaj çështje, se ajo i takon një diskutimi tjetër. Nuk ka asgjë të drejtë shteti grek na i llogarisë këtë. Dhe ato ndihma që jepen, aq sa jepen me pikatore, jepen në një lupë kontrolli jashtëzakonisht fuqishme në Greqi. Dhe kjo bëhet për emigrantët. Pse bëhet? Sepse ne nuk shihemi mirë. Ne duhet të ikim, moshat tona do të largohen nga Greqia. Greqia nuk është as më mirë se dikur, pa shumë më keq se dikur. Po kemi shtëpia tona këtu, kemi kalamajt, si ti. Ne, ajo është fatkeqësia jonë që jemi lidhur tani, erdhëm provizorisht, jemi ngulur dhe kemi të vështirë të ikim. Për shumë faktorë. Përveç lidhjeve që kemi me fëmijët, është lidhje pashmakshme, natyrore, biologjike dhe familjare të domosdoshme, është dhe problemi tjetër. Krimi në Shqipëri shoqërohet me probleme të mëdha, sepse aty akoma nuk ka qetësinë të dur, nuk ka sistem siguracionesh të tillë shëndetësore që garanton kontroll vizite dhe me mbajtjen e shëndetit, edhe plot faktorë të tjerë që janë agresiv. Ne jemi mësuar ndryshe. Shqipëria tani na duket gogol, për fatkeqësisht vendi ynë i lindjes. Ne mendojmë të kthehemi, po ku do kthehemi? Dhe kur do kthehemi? Erdha shumë i ri, 40 vjeç, dhe po bën 30 vjet Greqi. Pra, problemet tona më thelbësore, siç dihet tashmë që ka për 3 dekada e ca që nuk përgjigjen si dhe kush janë. Leti shndrimit dhe pensioni. Apo, të dyja kemi për momentin, ë? Problemet themelore janë vështirësitë në dokumentacionin për garantimin e qëndrimit në Greqi, të cilat në shumicën e rasteve janë artificiale. Shteti grek tallet. Është e pamundur të japi një copë letër që quhet VVEOSi ose vërtetim që ti ke dorëzuar letrat
Dhe leja të vjen pas që viti, pas 2 dhe pas 3 ose dhe skatuar. Është një tallje, është një përballje, një shkelje afër drejtave të njeriut. Dhe problemi yt i pensioneve është prapë një përballje të një shkelje rënd e të drejtave të njeriut. Dim që Greqia ka një marrëveshje me disa vende. Për shembull, po marr Egyptin. Në qoftë se një egyptian vjen punon në Greqi 6 muaj dhe merr kaq kontribute siguracioni, në atë ditë që ai e mbyll librezën e punës dhe mbyll niftin, numrin e siguracionit, merr ai sa ka derdhur dhe kthehet në vendin e. Je i sigurt për këtë? I sigurt plotësisht. Kurse shqiptari, un kam gati 3000 enë, ma nuk marr asgjë. Parat nuk kthehen mbrapa, ndihmë nuk jepet, as pensioni pjesër nuk jepet. Pse? Fatura është e madhe, ne nuk i përballojmë dot gjithë këtë migracion. E kujt i intereson kjo se është faturë e madhe? Çfarë interesi ka mund si emigrant? Përkundazi e shikoj Greqinë, vendi që na priti, që na dha punë, na përkrahu, tani po na merr shpirtin. Është e pa drejtë që të viti. Dhe çudia jonë qëndron se Evropa shumë indiferente. Bashkimi Evropian me ligjet që ka, me institucionet që ka, duhet delë në kratë e migracionit. Në këtë rast, duhet ta detyronte Greqinë që ta aprovonte dhe të miratonte rregulla ligjet në të drejta mos ta shkelet. Nuk duhet ta shkelet, sepse nuk e meritojmë gjithë. Kemi kontribuar, kemi dhënë gjak e tjerës. Kemi punuar me orar pa orar. Kemi punuar me paga tursta. Jemi munduar, kemi lënë shpirtin të garantojmë jetën e familjes, të shtyllojmë shtetin grek. Kjo është një padrejtësi e madhe e rënd historike. Përveç përgjegjësisë që ka Greqia, si shtet, që shikon jo mirë emigracionin dhe e ka fshirë këtë në Bashkimin Evropian, një përgjegjësi e madhe që ndron te vetë organizimi i emigrantëve në Greqi. Ne nuk jemi me si tipur emigracioni organizuar që të ushtrojnë presion. Ne nuk mblidhemi të protestojmë. Pikërisht se janë këto institucionet paralele që nuk përfaqësojnë dot siç duhet. As komuniteti, as diasporët. Po kemi shoqata e tjera, pse? Edhe shoqatat e tjera janë të karakterit kulturor. Dikush janë patriotike, dikush feston për arsimin, dikush për pavarësinë, dikush janë për aheng, për tallava. Nuk kanë programet e tyre çështjen e mbrojtjes. Ore ti bëjnë se po dalin protestonin vllatë te parlamenti, më tulen aty mbyll te parlamenti. Kjo po them, kur nuk e kanë sepse ne nuk kemi bërë faktori fuqishëm. Si që ishim në vitet e para, pas 2002 deri 2012, këto vite ishin të vrutshme. Shoqata aktive që delin bashkoheshin dhe delin protestonin. Nga jo kohë tu, emigracioni po thoje shuar vale e kërkesave, me të thirrur në parlament, edhe me diskutuar, me të shparashtruar kërkesat, si që bëri përfaqësuesja e zyrës së komunitetit, zonja Rovena Xhori, që duhet falënderuar vetëm për këtë gjë, sensibilizoi parlamentin, por kjo duhet mbështetur me masa të tjera të fuqishme. Po pse mjafton vetëm kaq? Nuk mjafton, pikërisht. Pse nuk proteston? Pse nuk proteston? Ku jemi ne fajtor? Jo, pse nuk protestojnë për pensionet? Sepse nuk kemi besim dhe nuk organizohemi. Po kështu do ecim ne? Nuk duhet të ecim kështu. Po kështu. Prandaj edhe shoqata e re që është krijuar e pensionistëve, Po. Unë e kam dëgjuar, por nuk e di se nuk kam parë aktivitet, nuk shoh çfarë statuti të drejta kanë si janë organizuar. Ja do mbledh tash, Dhe kur do të sensibilizohet, të dalim të paktën të themi 2 fjalë, të mbajmë një parrull në dorë të themi ne çfarë jemi. Jemi të kësaj bote apo të botës tjetër. Jemi në një vend demokratik, në një vend demokratik në Greqi apo jemi në Ouagadougou. Shumë drejt. Pse na shkelen të drejtat tona? Pse nuk na jepen të drejtat tona? Kjo ta bëjmë. Shoh dhe përgjegjësinë time si qytetar këtu, si emigrant. Prandaj sensibilizimi ka shumë rëndësi. Ore ti, o zoti Astrid, në mbyllje në Shqipëri ka një afsë se di që ka protesta qytetare. A do mbështetur këto nga ne këtu? Kjo temë më intrigon. Unë kam 2 qëndrime. Po? Qëndrimi personal ka të bëjë me sistemin kapitalist që ndërtohet në Shqipëri. E di do më akuzoni, do thoni që jam pikpamje komuniste. E them hapur. Këtë lloj kapitalizmi nuk e meritonte Shqipëria dhe më mirë do ishte komunizmi. Por pragmatizmi më lejon në kushtet që ndodhet Shqipëria të diçka tjetër. Protestat janë ushqim për lëvizje për ndryshim. Janë të mirëpritur. Nuk do të përshëndetur ato? Unë do t'i përshëndesja nëse këto do ishin të organizuar dhe me synime të qarta.
Këtu nuk ka asnjë synim. Ka një kakofoni, ka një përzierje interesash, shtresash, nevojash, qëllimesh të ndryshme, të infiltruara nga jashtë nga brenda, të cilat të sillin një anarki. Këto protesta nuk ushqejnë zgjidhjen e problemit, por ushqejnë ngatërimin, se janë lidhur direkt me pushtetin. Para se të mbështes, unë do të di. Pra ke dyshime, ha? Kam shumë dyshime, për arsye se mungon transparencë e plot, qeveria ka gabuar, nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Kjo majorancë për të katërtën herë në pushtet, me mandatet të larta, me 83 deputet, e vetë kënaqur për pozitën dhe për pushtetin që ka marrë, e ka humbur të drejtën e lidhje me qytetarët, sepse mungon transparenca. Në të gjitha investimet mungon transparenca. Mungojnë informacionet, mungojnë aksionerët, mungojnë rregullat, mungon hartat, mungojnë populli nuk ditë vërtetën. Po rinia më. U shkënjyë sepse ka Është dyshime mbetur rinia më. për shkak se çfarë ka ndodhur. Mafia e sektorëve të ndërtimit e atyre të investimeve, e cila ka akses të plotë qeveri, duke përfituar nga programi qeveritar dhe dëshirat e mira për zhvillim, sjellin një çrregullim të tillë që njerëzit kanë humbur besimin dhe te vetë qeveria. A do zgjidhet problemit po të japi dorëheqje qeveria? Jo. Pse nuk do zgjidhet? Vendi pa qeveri shndrohet në një vend kaotik dhe kaosi Po si ka ato. dhe njerëz më të mirë se ky. Po ka është. Fakti që unë shikoj që në krye këtyre lëvizje kanë dalë disa figura të konsumuara paralajmërojnë. Njerëzin i vigjilent, përgatitet kthimi i Berishës. Po dalim nga lumi, po hyjmë në det. Prandaj qeveria socialiste e Edi Ramës, nëse është socialiste, duhet të dalë përballë popullit të shpjegojë gjithçka ka ndodhur. Prokuroria, SPAK-u duhet hetoj deri në fund përgjegjësitë e qeveritarëve, pushtetarëve të cilët kanë gabuar. Dhe pastaj, pasi të sqarohet situata, njerëzit do të dalin të kërkojnë llogari deri në shkarkimin e kryeministrit, burgosje po të jetë nevoja. Ne nuk mund të themi sot Rama burg, Salim në burg. Thua themi, kush na vjen në qeveri? Kush ka staturën të qeverisë? I shikoni tre figurat e opozitës cilët janë, s'kan program, nuk ka vizion, nuk ka stabilizment, nuk kanë kuadro, thjesht konstatojnë të alarmuar se çfarë po bëhet në Shqipëri. Bukur, mirë bojnë, por krahas konstatimit, duhet të ndërtojmë diçka, duhet të ndërtojmë program, duhet të ndërtojmë strukturat, ta dim një projekt që ka. Unë do ta bëj kështu, ndryshe nga këta të parë. Kështu e bërë Djata, kështu e bërë Majta, si do ta bëjmë ne? Nuk ka. Tani del Osman Stafa, ajo Lala, ky Lubonja, ku di unë, edhe i aktori portokallis, si një del të kësaj lëvizje. Asnjëri nuk ka backgroundin, formimin, aftësitë dhe mundësitë ta udhëheqë këtë lëvizje, e cila të përfundojë në një strukturë të tretë, në një port të tretë qeverisës. Prandaj unë i shoh me dyshim, bile dhe madje me frikë. Shqipëria mund të rrshqaste kaos si në 97. Dhe pikërisht në atë kohë, kur ne jemi gati me letra për të integruar, në atë kohë kur investime gjigande duhet të vinin në Shqipëri, që janë të munguara prej kaq kohësh. A ka dorë të huaj? Ka dorë të huaj. Qeveria e fokuson dorën e huaj. Ndofta për të fshirë përgjegjësinë e saj. Ç'pun nga Greqia të përzihet me Zvërnecin edhe me Nartën? Cilët janë elementet Vorio e Pirot të tojza në këto zona? Se një budalla ka marrë një pashaport për të shpëtuar lëkurë në Greqi greke dhe t'i ruajnë të drejtat që ata shohet edhe vetë ambasada të garantoj këtë njeri që deshevran. Këtu ka planet të errta, këtu ka dorë për të hequr atë investim gjigant nga duart e shqiptarëve, sepse konkurohet turizmi në Ballkanin Perëndimor. Prandaj unë shkoj me shumë xhelozi. Edi Rama tani i kanë ikur frenat, po unë frikën nuk e kam për këtë, e kam për Shqipëria të mos bjerë në kaos, mos bjerë në dhunë, sepse do kthehemi mbrapa dhe ai pari integrimi që na shprehtuar kthehet në një makt të parritshëm. Kjo është fatkeqësia jonë më e madhe. Dhe për kësaj unë jam shumë i trembur. Astrid në mbyllje. Që më të në mbyllje? Në mbyllje, unë mund të them këtë. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë të shikojnë çfarë ka në skenë, çfarë luhet, por mos harrojnë se gjithnjë regjia përgatitet mbrapa skenës.
Shqipëria kalon një moment tepër të vështirë, përveç mangësive dhe gabimeve të qeverisje, mungesës thellë të transparencës, mos ndëshkimit satuar të krimit të organizuar dhe veçanërisht të korrupsionit në sferat e larta, ka sjellë një sensibilizim qytetar të nevojshëm, të domosdoshëm, por ky sensibilizim, i cili tani është të shndruar në një lëvizje marrëkombëtare për dorëheqjen e qeverisë, pa u bërë transparenca, është një aventurë me pasoja. Unë them që duhet presim të sqarohen problemet deri në fund, qeverinë aty e kemi dhe pastaj të marrim shpirtin kujton që ka gabuar. Të dim kush ka luajtur në rrokos dhe pastaj të zbulojmë kush janë ata faktorë që kanë punuar në brabasket për t'i hequr këtë vlerësim që i bëhet Shqipërisë për këto investime gjigante të nevojshme si oksigjeni për vendin tonë. Shqipëria sot ka nevojë për punë, ka nevojë për kthimin e qytetarëve të vet, ka nevojë për rregullimin e prioriteteve të investime, sepse me turizëm dhe vetëm me ndërtim ai vend do mund të përparojë. Degët kryesore të prodhimit duhet i kthehen atij vendi. Dhe pa industri nxjerrëse përpunuese të naftës, të gazit, mineraleve, për të shtuar punësimin në vend, për të rritur të ardhurat dhe mbi të gjitha pa bujqësi rentabile, e cilës tjetë dega bazë e prodhimit, Shqipëria nuk mund tjetë një fuqi në Ballkan që të ruajë vlerat e veta dhe të shtojë të garantojë të ardhurat. Turizmi është sektor plotësues, sot e ke, nesër nuk e ke. Ndërtimi gjithashtu, nga një faktor zhvillimi, do të kthehet dhe po kthehet një barë të rëndë kombëtare, sepse kostot janë shumë të mëdha. Shqipëria do të kthehet shqiptarëve nëpërmjet prioriteteve produse, industrisë dhe bujqësisë, duke rritur punësimin dhe duke kontrolluar investimet e huaja. Jo hap dera që janë të huaj. Jo çdo gjë huaj është pozitive për ne. Në këtë kuptim, përgjegjësia e shtetit dhe veçanërisht e institucioneve që merren me punë shumë e lartë. Jo çdo investim i huaj mund të jetë rentabël. Prandaj kur shkelin kanë të huaj duhet parë mirë letrat, investimi ku bëhet tokat, pastaj të jepet leja dhe leja do të jetë transparente, të jenë edhe publike. Dhe unë mendoj për të punët në të referendum marrëkombëtar. Çfarë parashikoj referendumi? Investimet janë nevojshme. Nuk bëhet fjalë ti kemi apo jo. Por në referendum do të vihet që publiku në zonën ku bëhet investimi duhet të vendosë edhe ai bashkë me qeverinë. Fjala vjen në Vlorë duhet të bënte Vlora një referendum, pasi të kishte lenën e ndërtimit, tokën, pronën, fondet, programet, hartat e të gjithë planimetrinë e ndërtimit të mes të Vlorës. Atëherë të bësh referendum. Populli e doni këtë, atëherë mbi bazë të referendumit lokal, qeveria të merrte vendim. Po, do ta japi ose jo. Sepse Shqipëria i takon këtij populli, e jo si në disa vende të tjera. Ju e dini çka ndodh në Malezin. Me një investim që bën Madaluk me urën e famshme mbi 1.5 miliardë me kinezët. Sot Malezi ka probleme të vështira për ta likuiduar këtë urë, sepse ju dha me lehtësi kinezëve, ajo është kryer një barë e rëndë në bilancin ekonomik. Qartë. Asit falenderoj që ishte sot i ftuar në emisionin tim. Faleminderit nderuar gazetar, ju përshëndet edhe herë tjetër në klasin. Faleminderit për respektin dhe për mundësinë më dhatë për të shprehur mendimet e mia. Të dashur bashkëdhetar, ishim aktivistin Asit Koçi, të cilin e falenderoj edhe një herë. Ne u takofshim në sondarzë.